Pas plot 11 vitesh transmetim, seriali një orë dhe shumë i dashur për publikun, Çka ka shtëpia ka përfunduar zyrtarisht duke mbyllur një kapitull të rëndësishëm të humorit televiziv në Kosovë. Lajmi për përfundimin e serialit kanë ngjallur reagime të shumta emocionale nga fansat, të cilët kanë shprehur nostalgji dhe mirënjohje për vitet e tëra të humorit dhe argëtimit që është dhuruar. Edhe pse ekrani do të mbetet pa epizodet të reja, Çka ka shtëpia do të vazhdojë të mbetet një kujtim i veçantë dhe një referencë e rëndësishme e komedisë kosovare, duke lënë pas një trashëgimi të pasur pas 11 vitesh sukses. Lajert Vasili po përjeton një nga momentet më të bukura të jetës së tij personale. Aktori një orë do të bëhet baba, ndërsa Serena Sula do të marrë rolin e nënës për herë të parë. Lajmi i ëmbël është konfirmuar nga vetë Serena gjatë një emisioni televiziv, ku ajo ka ndarë edhe një foto të bebit në barkun e saj, duke zyrtarizuar kështu pritjen e bebit.